Avokat, si e keni parë këtë përplasjen ose replikën në distancë të Zotit Basha me Kryeministrin Rama? Të kujt? Të Zotit Basha me Kryeministrin Rama. Po dhe se mos ma thoni më se kjo është të vjen, më falë për shprehjen, po të vjen për të vjellë. Qanë të janë të janë Karagjozluqe, mo, këta janë, po është turp, more, ore na turpëroni, more, o Bash, o Lulush, o e drama, po na turpëroni botërisht, more, me këto që bëni, more, që janë këto, more, burra i një ju a Kastraveca, qa i një ju? I një serios ju? Si ore vene bëjnë teatr me... Nuk, prap ja kanë gjetur më mëndjen ti populli. Edi Rama merë dajrin, edhe dapa dupa në përfshatër me fshatarët. Kryetari i qeverisë, numri 1 i qeverisë shqiptare, kryeministër. Do ishte serios, do priste njerëzit, do përcilte njerëzit, do zgjidhte probleme. Asnjë problem nuk zgjidh, asnjë qytetar nuk pret, ka mbyllur të gjitha zyrat e shtetit dhe u thot shkoni në kompjuter, gjeni i Albanian, ku është atje dhe komunikoni me i Albanian, dhe i Albania i kërkon një çështje të hap një 30 të tjera, gjysmat janë të kuptueshme, gjysmat janë të pa kuptueshme, e tjera e tjera. Për shembull, do t'u jap një informacion shqiptarëve që nuk e din. Këta që duan të gjejnë numrin e pronave, numrin kadastral të pronave të tyre. Dhe klikojnë të i Albania, na parashikon, dhe u del një ashtu atje një shifër që thot, shiko, provojni dhe njerë se nuk e keni mirë. Në këtë moment, shqiptarët duhet të shtypin numrin 9, dhe duhet të aprovojnë prap në e para. Në qoftë se dhe me numrin 9 nuk del prap ajo që kërkojnë, do bëjnë dhe një 9 tjetër, ta bëjnë 99. Dhe në qoftë se prap nuk del, atëre të shtypi dhe një 9 tjetër, ta bëjnë 9, 9, dhe atëre automatikisht u ka dalë përgjigja që kërkoni. Dhe këtë nuk u a thonë te i Albania e Edi Ramës, sepse duan të vjedhin prona si që po i vjedhin. Avokat, ditën e djeshme mediat zbuluan që të afër të familjes Haklaj kanë bërë disa denoncime kallëzime në prokurori për ngjarjen dhe kërkojnë zbardhjen e asaj ngjarje. A mendoni që mund të ketë rihapje të hetimeve për masakrën e tropojës të Haklajve? Familja Haklajve ka që nga 97 që kërkon drejtësi dhe që akuzon personalisht Sali Berishën. Kanë fakte, apo edhe prova, apo s'kan, këtë din vetëm ata, unë s'kam si ta di, por drejtësia është e detyruar që provat që nxjerrin ata që japin ata, ose akuzën që bëjnë ata, denoncimin që bëjnë ata, ta marrë në konsiderat dhe ta vërtetoj, nëse ka faj, të japin atë që meriton Sali Berishës, nëse nuk ka faj, të të natyre zotëri e keni midisjush. Nuk e keni me këta. Pra, duhet pa tjetër që denoncimet të analizohen një për një me hollësi, mi bazën e provave dhe të fakteve që jep pala që denoncon, se barën e provës e ka gjithmonë akuza. Ata akuzojnë, ata e kanë barën. Kanë prova, mirë, s'kanë prova, se nuk mund të gjykojmë një tani nga jashtë. Media flasin të tëra se duan, ju doni ushqim. Ju doni çështje, ju doni raste, ju doni lajme. Mirë, po jo të tëra ato që ju serviren juve janë të sakta. Edhe unë për vetë time do të isha shumë i vëmendshëm në çdo lajm që jepja, që do të transmetoja, të isha në media. Ndaj i them që unë u thirr edhe mediave tjera që na shikojnë. Më të kujdesshëm dhe më të përmbajtur. Vërtetojeni njerë gjërat, mbajeni njëshin dorë, pastaj shtoni zero sa të doni ju. Po ama njëshin duhet ta keni, pra një provë duhet ta keni në dorë, një fakt. Deri tani media merret vetëm me llafe, po prova s'ka. S'kemi parë deri tani, s'ka dalë në një provë. Ndaj them që t'jenë të kujdesshëm, se nuk është kollaj ta akuzosh dikë. Unë e akuzoj Sali Berishën për probleme politike, e akuzoj që i bëri vendas dhe u dha tokën në pronësi minoritarëve grek dhe e njohu himarën greke. E njoft që fronësoj, legalizoj qëndrimin e majorit të EIP-it grek, të shërbimit sekret grek, janullaton e bëri
i dha shtetësi shqiptare, tjera. Po këto janë prova, kam prova për këto dhe mundi them me plot gojnë dhe s'del do të Salihu ose mbështetësit e tij të më thotë që zotëri nuk e ke mirë, nuk është e vërtet kjo. Ndërsa për këto që tonë Haklajt, e din ata. Unë di që ajo Zilfi Haklaj, që jeton në Suedi, gjithmonë ka thënë që unë do të marr hakën e vëllait, atë vëllezërve, sa ka nuk e di se sa të është bërkërdia. Në tropoj janë vrarë, afërsisht nuk e di me saktësi shifrën, po mbi 120 vetë, djemë të rritë të tërë. Pra është ndezur një luft atje, midis fisheve, midis tyre, nuk e di, diçka e tillë është që hajde kur të shuhet. Prej kohësh ju keni artikuluar tezën që Shqipëria do shkojë në qeveri teknike dhe nuk do ketë zgjedhje. Prej kohësh jam referuar fjalëve dhe intervistave të misionarit amerikan, shqiptaro-amerikan, zotit kryetarit të partisë Shpresa Demokrate, i cili në mënyrë të përsëritur, edhe jam në kaluar të premten, ka deklaruar dhe ka thënë që në Shqipëri nuk do bëhen zgjedhjet, në Shqipëri do bëhen arrestime, do bëhet qeveria teknike dhe të nesërmen e marrjes së pushtetit nga qeveria teknike, që nuk do ketë pjesëtar të PDS-PS-s, partisë punës domethënë, atëherë do arrestohet dhe Edi Rama. Këto i keni në internet, mund t'i gjeni dhe mos harxhoni kohë të më pyesni mua se s'kam çte më tepër se kaq di unë sa ka thënë ai. Unë thjesht i kam përsëritur kur kam thënë kur kanë raste që jam pyetur për intervista të ndryshme, por burimi është Partia Shpresa Demokrate. E keni atje, e keni në internet. Hapni televizionin Shpresa në YouTube dhe i keni të tëra. A ka një datë kur flitet që mund ketë qeveri teknike? Po aq sa di ti di dhe unë. Nuk kam si ta di. Nuk është thënë ndonjë datë. Avokat, pyetja tjetër është në fakt lidhur me ish-kryeministin Sali Berisha, e keni parë programin e tij, domethënë deri tani? Nuk e shikoj fare sepse e di që është letër e djegur e s'harxhoj kohën me të. Po pse mendoni që është letër e djegur kur ai është rikthyer nga, po themi, një betejë shumë e gjatë me Lulzim Bashën, një betejë shumë të gjatë me Spakun ku e futin arrest shtëpie, ku ka nisur një betejë shumë të gjatë edhe me non-gradën që ai mendon se mund ta heqë. Pra si mund të mos merret në konsiderat një personazh i cili në këto moshë lufton dhe nuk rresht të luftuari. Por e lufton për vete, ai nuk lufton për Shqipërinë. Po të luftonte për Shqipërinë do isha unë i pari do shkoja pas tia. Lufton për vete, zotëri, lufton për kokën e tia, lufton për të shpëtuar veten dhe fëmijët e tij, nuk lufton për Shqipërinë. Dashur shqiptar, mos mendoni se lufton për ju Sali Berisha, asnjëherë. Sali Berisha 32 vjet që ka qenë në pushtet dhe në opozit, 32 vjet ka punuar për grekët. Jo më larg se sot, pash tek pamfleti, të tëra gjëmat e bëmat që ka bërë Sali Berisha në dëm të Shqipërisë. Që me dhënien e pranimin e Janullatosit në Shqipëri, që me kalimin e kishës autoqefale shqiptare në prerin dhe në ombrellën e kishës greke dhe është greqizuar, që me dhënien e pronave me 7.501 pronave të shqiptarëve u dhanë në pronësi minoritarëve, që me quajtjen e himarës popullsi minoritare greke e tjera, pra Sali Berisha e ka mbushur kupën dhe nuk punon për vete, punon për grekët dhe nuk punon për Shqipërinë, punon për vete dhe për grekët, jo për Shqipërinë. Ndaj nuk e marr në konsiderat fare dhe nuk më duhet fare, për mua nuk ekziston. Që të mendoj ndonjëri se do të hiqet non grata, harrojeni. Harrojeni. Ku e keni atë Lasivitën? Se në e paraqitën e bëri Lasivitën sikur që ai
Aleksandri Madh, Lasivita që një në punës, një Amerikan që erdhi mori një $2 milion, edhe kësi që iku, se s'po duket gjikundi. Pse nuk po duket Lasivita, e dini pse nuk po duket apo jo? Se ju dha urdhri, i than ik largohu nga Shqipëria sa më shpejt mos arrestohesh. Ishtë dhënë urdhri atje, dhe ka ikur, se keni këtu. Nga kush ja dha urdhrin? E keni në YouTube, kërkoni se e gjeni të televizioni Shpresa. E keni atje kush ja ka dhënë urdhrin. Që i tha ik, kush ishte ai, tha kryetari i partisë Shpresa Demokrate, që vjen këtu, tha edhe ha drekte shqiptarëve, merr ha lekte shqiptarëve, taksat shqiptarëve, për të hequr non grata Sali Berishës. Kush është ai, mor, tha, kush e llogarit atë? Ai në Amerikë është gjë tjetër veçse një njeri me një shtetas amerikan që ka probleme fiskale me ekonominë dhe me shtetin amerikan. Dhe ka ikur Lasivita, kërkoni gjeni, dakord, shkoni, kërkojeni se po e gjetët,